Pyetja e parë, e ndoqët protestën e Berishës direkt në televizion. 80.1% e shqiptarëve thonë as pak. 14.7% thonë pak, ndërkohë tërësisht thonë 5.2%. Beko, se Martini foli. Atëherë, kjo tregon që me sa duket Berisha ka dështuar dhe në qëllimin në një nga dy qëllimet e tij për arsyen për të cilën e thiri protestën. Ai protestën se kjo u zbulua nga fjalimi i tij, ai protestën e ka thirrur së pari, pavarësisht se këtë nuk e thot kuptohet, për të treguar jo vetëm opinionit publik, por mbi të gjitha mbështetësve të Partisë Demokratike se lideri i vetëm dhe absolut është ai dhe nuk do të diskutohet fare çështja e leadershipit në atë votim informal që pritet të bëhet pas një muaji. E dyta, dhe kjo është kryesorja sepse vetë Berisha e tha, është që raporti që do të ndërtojë pikërisht Berisha me mediat, ai protestat i bën për mediat, por mbi të gjitha për mediat ndërkombëtare. Prandaj ka zgjedhur dhe atë orar, me sa duket, gjithmonë orarin e mbrëmjes, sepse edhe këtë për dy kalendarin hënor, pra. Po pra, edhe këtë për dy arsye. Arsye e parë është se nata mbulon numrat, dhe dyta punë tek qia, do të thënë atë që do të bëj ai të ndezë zjarrin e flakën që duket edhe tymin, që duket në media ndërkombëtare. Nëse me këtë humor policia, por fakti prandaj kjo dhe dështuar sepse ju prishën planet. Ju prish domethënë shkëlqimi i domethënë vërtetën Beko, unë nuk e prisja këtë, domethënë diçka me timen mendoja, kisha një intuitimen si gazetar që se ne ndjekim lajmin dhe sigurisht protestat e zotit Berisha për fat keq vetëm lajm kanë sa veta marrin pjesë në protestë, pra shtyren një farë si u shohim ato ndeshje dhe sa interes ka ndeshja. Praktikisht kemi parë dhe protesta e fundit ishte qartazi më pak masive se të gjitha tjerat dhe prandaj menduam me Zalosh ok, shikojmë ndoshta se çfarë interesi kanë njerëzit për këtë. Me thënë vërtetën, këtë shifrën 80.1% dhe kjo tregon ishte befasi dhe për mua. Jo vetëm ajo, po më fal Landi, është edhe kjo. Pak që do thotë thjesht kanë bërë zapping, asgjë më tepër. Ne, media, tamam 5.2%. Për 5.2%. 5.2% e kanë parë tamam. Që është dështim spektakolar, sepse ai nëse nuk do të kish media, pra të mendojmë për